Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vazhdojmë me temën e radhës. Autori tash I ka sjell dy tema njëra pas tjetrës, temën 69 dhe temën 70, lutjet që bëhen para ushqimit edhe lutjet që bëhen pas ushqimit. Para ushqimit është për qëllim lutjet që bëhen para ushqimit kur han ti vet, edhe lutjet që bëhen pas ushqimit kur han ti vet. Sa herë që të hajmë bukë, është mirë mi thonë njërën për këtyre duave, edhe sa herë që ta kryjmë bukën është mirë me thonë njërën për këtyre duave që I ka përdorur autori. Domthonë kjo edukat, kjo formë e praktikës I drejtohet sicilit person që është duke hongër bukë. Kjo është në bazë në fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe në bazë të veprës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka treguar disa hadithe që kur ka hungur ushqim të dikush, ka bu dua për atë personin, dhe kur ka hungur ushqim vet që I ka pru dikush, ja ka mësu shokëve vet duan me thonë. Që do me thonë, se fjala dhe vepra pejgamberit na mësojnë që secili prej muslimanëve që han bukë thot duan. Secili prej muslimanëve që han bukë thot duan. Dhe jo me thonë njoni dhe tjetë mu mjaftu duke I thonë atina amen, I qonë durë si cili për tëne, I bojnë duan edhe njoni e thotë edhe tjertë 50 vjetë hajnë bukë edhe kur se din duan e bukës. Pse? Se si kalonën që kjo adet, që kjo tradit, si kalonë me mësu. Une para një kohë kesh me një, jo para një kohë, për Ramazan kesh me një iftar, edhe ja thash atë duan që I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atij që ka hungur bukë taj. Edhe thash pastaj I thash haxhive aty çka ishin, thash sicili thash për juve thash e thot duan për veti. E ju shka jeni musafir, sicili ja thoni duan atij që ju ka thirr. A sa ditë dikush duan e atij që thirr, më ja thon? Kur kush hiç, asnjë hiç. Domthon kem afër 30 vetëve. Asnjë hiç, shumica kanë haxhi. Shumica kanë haxhi 60 vjet e përpjet. Domthon po tham kështu kushtimisht 40 vjet kanë shku në për iftara edhe kur se kanë mësu duan. Edhe pastaj unë e veta, cila është ma mirë? A me bo njoni duan? E ti me thonë amin tu I pas mend kas mos? A si cili me bo duan për ata shka ju ka thirë me hongër bukë? Si cili me bo duan për ata shka thirë me hongër, si cili e thot pe zemrës vetë, atë dua. Për fatë kesh disa adete, disa tradita, kanë hi, ju në bo si, unë së tham që kam pas në qëllim të keq, ato kam pas qëllim të mirë, me siguri. Për shembull, me siguri hoxha kur I ka pa që s'pedin duan, e ka thonë me zo për m'ja mësu duan. Po pastaj ka vazhdu kjo mo. Xhamati kanë dalë penzi edhe veç hoxha. Hajde hoxh, kresja ti se na po të ngojmë. Për çdo sen, hajde hoxh, kresja ti se na po të ngojmë. E mirë ju, çfarë të bë? Andaj pi suneti pejgamberit sa nëse e merresh I shkon jetën e tij, e shet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka bë duan ku ka pas dua caktuar dhe ja ka mësuar shokëve vet dhe pastaj cili e ka bë. Pejgamberi se ka bë duan, më thon, ngani që ta son jam të bë duan. Ja. Kështu s'ka ndodhur as në ushqim, as në gjëra tjera. Ku ka ndodhur më herë që ka bënë dua pejgamberi special, më një herë ka tregu transmetuesi. Sikur ka tregu për shembull ditën e Arafatit, ku ka tregu në hutbë që kon, që e ka lexuar edhe këtu në ders para 2 javë, që ka thënë duhet ka bë dua për shi e kështu me radhë. Andaj është sunet që me thonë duan ku ta hojnë bukën si cilin veti, dhe kur thirrin dikush është sunet që si cili mi ja thonë duan atij që ka thirrë iftar. Dhe kështu e përhap me bereqetin edhe ma shumë. Edhe duaja, lutjet e tona shumohen ma shumë, edhe inshallah në mesin e xhamatit ka njeri të sinqert, musliman të mirë që inshallah I pranohet atij duaja dhe personi që të ka thirrë iftar, Allah I çon bereqet. Allah I çon bereqet në ushqim, në pasuri, në fëmijë e në gjitha tjera. Autori pikës pare ka sjell hadithin ku thot para se të hani ushqim që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse han dikush për juve ushqim, le thot bismillah, e nëse haran le thot bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Domthon bismillah e di ku filloj me hongër ushqim, e nëse harrojmë thojmë bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Te bismillah ka shprehja tamam në hadith, le thot bismillah. Qështu ka, le thot bismillah, fel yekul bismillah. Andaj, disa për djetarëve kanë leju
me thonë para se me hungur buk, Bismillahirrahmanirrahim. Sikur që është Bismillahi i njohur, Bismillahi i plot. Mirë po, dietarë thonë më sakt, do mund disa dietarë tjerë që mendoj se është më afër hadithit, thonë më sakt është me thonë vetëm Bismillah. Vetëm Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim në këtë rast në çet mesele jo, për arsye se ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me paston pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush han ushqim, le ta përmend Allahun, kish më shumë me thonë që kjo është formë e përgjithshme, thu Bismillah ar-Rahmanir-Rahim, që është e plot. Dhe kështu ka hadithe, le ta përmend Allahun, po ka hadithe tjera që ka thonë pejgamberi kur të hajnë dikush ushqim, le të thot Bismillah. Dhe nuk thot, le të thot Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Andaj më saktë është me thonë vetëm Bismillah, kurse ar-Rahmanir-Rahim nuk thuhet këtë rast, por nëse e thot dikush, nuk ka shumë problem. Pastaj nëse harron, kjo është edukata tjetër. Nëse harron thot fi awwalihi wa akhirihi, ose thot awwalahu wa akhirahu. Të dyja transmetimi janë sakta. Autori ka sjellë vetëm parën fi awwalihi wa akhirihi, kurse ka transmetim tjetër awwalahu wa akhirahu. Domthon Bismillah me emrin e Allahut ha buk kur t'ja filloj me hungër buk. Nëse harroj me emrin e Zotit ha buk në fillim dhe në mbarimin e tij. Fillimin dhe mbarimin e tij. Domthon o Zot, çysh e kërkova bereqetin tënd, që me hungër me emrin tënd. Para se me fillu ushqimin, po ashtu për kërkoj bereqetin tënd në ushqimin tëm, masi që harrova në fillim kur ja kom nisë dhe deri në fund të ushqimit. Komplet këtë ushqimin. Pra arsye se ka transmetime tjera që thotë që ka thonë shejtani kur të hinte biri Ademit, nëse nuk thot ai Bismillah kur të hinë në shtëpi, shejtani thot pas mi vën këtu për me fjet. E nëse do mi anis bukës me hungër, bukë edhe nuk thot Bismillah, shejtani thot na u bë edhe ushqimi, e siguruam edhe ushqimin. Pastaj shejtani han me atë që nuk bën Bismillah. E nëse han shejtani me atë që nuk bën Bismillah, s'ka dyshim se ai nuk ka bereqet në ushqimin e tij. Nuk ka bereqet, kanë thonë dietar, edhe në aspektin praktik, edhe në aspektin e bereqetit domthon të brendshëm, domthon ai ushqim nuk i jep hajër, ka mundsi ja ndalon, nuk i pranohet duaja, ka mundsi domthon gjëra të ndryshme që janë jashtë anëve praktike. Po ka mundsi edhe nuk ka bereqet vetëm në ushqimin që e han. Domthon fizikun e tij nuk ka bereqet nëse nuk bën Bismillah, ose e përdor çat ushqim e përdor për diçka që nuk është Allahu i kënaqur me ta. Andaj është prej sunetit pejgamberit sa mos me harru këtë formë të lutjes para se me hungër buk, edhe nëse harroj me thon Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith tjetër, e që autori ka sjellë për ushqim, kujdo që Allahu ja mundson të haj ushqim, le të thot Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. Ky hadith e kena tregu gjatë shpjegimit librit Virtytet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë Abdullah ibn Abbasi me Khalid ibn Walidin. Kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Mejmunja gruaja e pejgamberit ju ka sjellë ushqim. Ka pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka qenë Ibn Abbasi në djathtë, Khalidi në majt. Khalidi më i madh se Ibn Abbasi, më i vjetër, Ibn Abbasi fëmijë. Edhe pejgamberi i kërkon leje Ibn Abbasit, apo ja jep lejen me pi Khalidit para teje, se Khalidi më i madh. Po Ibn Abbasi nuk pranon, atje thotë, çati ku e kalon pejgamberi sa nuk i jep kujna përparësi me pi dikush para meje. Se ka pasur me marr bereqetin për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam direkt. Çat pjesë që e kalon me pi ai më një herë. Domthon hadithi është i gjatë, e pastaj pejgamberi sa thotë kur pin këto, thotë kush t'ju jep, nëse ju jep dikush ushqim thonë që dua. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khayran minhu. O Zot, na jep bereqet në të dhe na furnizon me diçka më të mirë se kë. Ky është të ushqimi i përgjithshëm. Përveç të qumshti, tash vjen më vonë. Ky është të ushqimi i përgjithshëm. O Zot, na jep bereqet në tash ka pehojmë, edhe na jep diçka më të mirë se kë. Na ushqim hala më të mirë, hala më të shnetshëm, hala më të hajrit. Kurse të qumshti thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e nëse dikush të jep qumsh me pi, thuaj Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. O Zot, na jep bereqet në të dhe shtona prej tij. Shtona prej tij. E që ka thonë dietarët, ky është argumenti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se qumshti është më i dobishëm se ushqimi. Pse? Se pejgamberi s'po kërkon që jashtë qumshtit mi sjell diçka tjetër.
po kërkon që me dhon bereqet edhe me shtu qumshtin. Nëse na ipët mundësia me pi qumë, o Zot, na shto, hala ma shumë qumsh me mujt me pi. Dhe Imam Kurtubi rahimullah thotë që kjo është e logjikshme për arsye se nuk ka ushqim që e rrit njerin kur dalin këtë botë përveç qumshtit. Ushqimi që ja jep krejta kërkesat e trupit, fillimin e zhvillimit të fëmijës është qumshti. S'ka diçka tjetër që e zavenson kur jeni fëmijë. A ka mundësi diçka më zavenson me qumsht? Kur gjahit. E për këtë arsye, qumshti edhe tash në mjekësinë bashkëkohore ka studime të shumta që është njëri prej ushqimeve më të mira prej gjitha ushqimeve që ekzistojnë. Ka shumë komponente që i nevojitën trupit, vitamina të ndryshme që nevojitën trupit saqë me një studim në Amerikë me një shkollë që e kam bërë në një universitet, tash sa më kujtohet, kanë ardhur konstatim që nuk ka diçka ushqim vetjak, llogaritmi qumshti, buka, zejtini, ajo kjo, nuk ka diçka ushqim vetjak që ka veti më të mira përbërëse në vetveten e tij se qumshti. Për këtë arsye pejgamberi nuk ka kërkuar me dalë te një ushqim tjetër. Po nëse t'jep dikush qumsh me bu dua që Zoti më dhon bereqet aty, edhe me çtu prej tij. Jo me çtu me dalë dikun tjetër, ja me çtu prej qumshtit. Dhe kjo është ai dallimi që ka sjell edhe autori këtu në këtë hadith që ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.